Tani kam dhëmbët të shëndetshëm dhe të bardhë si perla me këtë recetë që më mësoi dentisti. Një buzëqeshje e shëndritshme është ëndra e të gjithëve, por para se t'i drejtoheni dentistit për zbardhjen e dhëmbëve, e cila shpesh mund të jetë edhe më e dëmshme, ne ju japim disa ide për zbardhjen e dhëmbëve në kushte shtëpie, sipas Health9. Është e rëndësishme që ti përdorni ato në mënyrë të rregullt për të nxitur një formim më të mirë të shëndetit të dhëmbëve dhe për të parandaluar gjithashtu edhe dëmtimet e tyre. Sipas ekspertëve, këto janë metodat më të mira alternative të cilat në kushte shtëpie mund të përmirësojnë dukjen e shëndetit tuaj dentar. Një produkt shumë i mirë për të pasur dhëmbë të shëndetshëm në dietën tuaj është edhe përfshirja e lëvoreve të bananes. Bananet janë një burim i vlerave ushqimore për organizmin ton, duke nxitur një dukje më të mirë edhe për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por edhe lëkura e saj mund të shërbejë pozitivisht në këtë aspekt. Para se ta hidhni në plera lëvoren e bananes, mund të fërkoni dhëmbët me to për 2 minuta. Më pas i lani dhëmbët me pastën e zakonshme. Ky veprim duhet të përsëritet 2 ose 3 herë në javë dhe më pas për një kohë të shkurtër. Rezultatet do të jenë vërtet të dukshme. Zbardhja e dhëmbëve me lëvoren e bananës i detyrohet mineraleve si potasiumi, magneziumi, mangani, të cilat gjenden me shumicë tek lëvorja e saj. Në ndihmë gjithashtu për të pasur një shëndet më të mirë dentar do ju vijë edhe luleshtrydhja. Disa luleshtrydhe të shtypura të vendosura mbi dhëmbë për 2 deri në 3 minuta. Më pas i shplani dhëmbët me ujë ose i lani gjithashtu me furçë. Luleshtrydhe veprojnë në 2 mënyra, me anë të enzimave që njihen si acidi malik, i cili është përbërësi kryesor i shumicës për zbardhjen e dhëmbëve, dhe me anë të fibrave që veprojnë si pastrues në largimin e bakterieve të cilat gjenden në gojën tuaj. Lëkura dhe lëngu i limonit gjithashtu mund të jenë pozitiv në dukjen tuaj dentare. Acidi në nivele të larta që gjendet te ajo mund të veprojë edhe si një zbardhues. Mjafton të fërkoni dhëmbët me lëvore ose të lyeni dhëmbët me lëngun e përzierë me ujë në masë të barabartë. Por këshillohet që kjo metodë të mos përdoret më shumë se 2 herë në javë, pasi mund të nxjisë dëmtimin e smaltit. Karrotat gjithashtu mund të jetë një zgjidhje fantastike për shëndetin tuaj dentar. Kur konsumohen të freskëta dhe të pagatuara, karrotat veprojnë si pastrues për dhëmbët. Ato vrasin bakteriet në gojë dhe i bëjnë dhëmbët më të bardhë. Për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës C, do të keni mishra më të shëndetshëm dhe më pak bakterie që shkaktojnë erën e keqe të gojës. Soda e bukës. Ajo është mënyra më e sigurt dhe më e shëndetshme për zbardhjen e dhëmbëve për të bërë atë edhe më të shëndetshme. Soda largon njollat dhe mbron smaltin. Mjafton të përzieni pak sodë buke me krip dhe të fërkoni dhëmbët me të, duke përdorur një furçë të butë. Buzëqeshja do të jetë rrezëdhitëse dhe ndjesia e pastërtisë në gojë do të zgjasë gjatë gjithë ditës, dhe kështu do të keni përfitime më të mira për shëndetin tuaj dentar. Përdorimi i metodave alternative në kushte shtëpie duhet të bëhet në mënyrë të kontrolluar për të evituar gabimet. Të gjithë duam të kemë dhëmbë të shëndetshëm dhe të bardhë. Këto procedura shpesh janë të kushtueshme dhe kjo është një ndër arsyet pse njerëzit anashkalojnë si rutinën orale. Por ka disa mënyra natyrale të cilat mund të realizohen në shtëpi, të cilat ndihmojnë në zbardhjen e dhëmbëve, sipas Brightside. Xhenxhefil në kombinim me kripën. Për këtë ju duhet xhenxhefil, krip dhe limon. Përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Grini pak xhenxhefil, këtë mund ta bëni edhe me kollaj merende. Shtoni 1/4 e lugës së çajit me krip dhe shtrydhni në të një fet limoni. Më pas i përzieni mirë, aplikoni atë në furçën e dhëmbëve dhe bëni një larje si normalisht. E përdorni të paktën jo më shumë se një herë në javë. Argjila e bardhë gjithashtu sipas Brightside mund të jetë një ndihmës shumë i mirë për shëndetin tuaj dentar. Për këtë ju duhet argjilë e bardhë dhe filloni në përgatitjen e recetës. Thjesht aplikoni argjilën në dhëmbë përmes furçës dhe lajini për 3 minuta me të. Mos ushtroni shumë presion, por i lani lehtë. Më pas e shplani gojën me ujë të pastër. Gjethet e mentes në kombinim me vajin e arrës së kokosit gjithashtu mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj dentar. Për këtë do ju duhen gjethe dhe vaj kokosi. Për përgatitjen në kësaj recete duhet të ndiqni këto hapa.
Ngrini gjethet e mentes dhe shtoni vajin e kokosit, përzjeni mirë dhe aplikoni përzierje në furçën e dhëmbëve. Mos përdorni më shumë se 3 deri në 5 gjethe pasi janë më së të mjaftueshme për të dhënë rezultatin e duhur. Peroksidi hidrogjeni në kombinim me sodën e bukës. Përzjeni sodën e bukës me peroksidin e hidrogjeni në raportin 1:2. I përzjeni derisa të formohet një pastë. Më pas lehtësisht lani dhëmbët me të për 3 minuta dhe më pas e shplani gojën me ujë të bollshëm. Pluri i kakaos gjithashtu mund të jetë një lehtësues i higjienës tuaj orale. Për këtë do ju duhet plur kakao, ujë ose vaj kokosi. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Përzjeni plurin e kakaos me vajin e kakaos ose ujin derisa të formohet një pastë. I lani dhëmbët me masën e përfituar si zakonisht. Mos e bëni më shumë se të paktën një herë në javë. Uthulla në kombinim me sodën e bukës gjithashtu mund të jetë një alternativë e çmuar për shëndetin tuaj dentar. Për këtë duhet të përzjeni një lugë çaji uthullmolle me një lugë sodë buke. I përzjeni derisa të formohet një masë homogjene. Më pas i lani dhëmbët si zakonisht. Përdoreni këtë mënyrë 2 ose 3 herë në javë për disa javë dhe bëni më pas një periudhë pushimi. Nëse filloni të ndjeni dhimbje ose ndjeshmëri të dhëmbëve tuaj, ndaloni menjëherë këto metoda pasi nuk përshtaten për gjendjen tuaj. Shpenzimet globale për zverdhjen e dhëmbëve gjithashtu janë edhe shumë të larta. Për të pasur një higjen më të mirë orale, duhet të tregojeni të kujdesshëm që të përdorni edhe hapat e duhura për të përmirësuar shëndetin tuaj dentar. Zverdhja e dhëmbëve është një pasojë e stilit jetesës jo të shëndetshme, citojnë stomatologët. Sipas tyre, duampirja, kafeja dhe çajrat mund të shkaktojnë gjithashtu zverdhjen tuaj të dhëmbëve dhe gjithashtu mund të shkaktojnë edhe probleme të njëpasnjërshme të shëndetit tuaj dentar. Ushqimet dhe pijet me ngjyrues gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj dentar. Prandaj ndjekja e recetave të duhura në kushte shtëpie dhe një higjen më të mirë orale do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin e dhëmbëve. Gjithashtu, sipas të dhënave të Brightside, zverdhja e dhëmbëve mund të shkaktohet edhe nga sëmundje dhe probleme të ndryshme shëndetësore. Nëse larja e dhëmbëve bëhet 2 herë në ditë, atëherë për kujdesi për to nuk do të jetë një problem. Mund të merrni në konsiderat edhe alternativa të ndryshme për të pasur një shëndet më të mirë dentar. Por si të përmirësoni dukjen e dhëmbëve në kushte shtëpie me recetat e duhura? Për këtë do ju duhet edhe soda e bukës, e cila është një përbërës shumë i mirë kundër zverdhjes së dhëmbëve, dhe rezultatet që ajo do t'jap për shëndetin tuaj dentar do t'jenë fantastike në mbrojtjen e tyre. Limoni gjithashtu ka aftësi zbardhuese dhe pastruese për dhëmbët. Aplikimi i kësaj recete jo më shumë se një herë në javë mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për dukjen tuaj dentare dhe gjithashtu në mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Përbërësit që ju duhen për këtë recetë janë sodë buke dhe lëngu i limonit ose uji. Pasi siguroni përbërësit, filloni gjithashtu edhe me përgatitjen e kësaj recete. Përzjeni lëngun e freskët të limonit ose ujin me disa lugë çaji sodë buke. I përzjeni të dyja derisa të formohet një pastë e mirëfillt. Fshihini dhëmbët me një letër kuzhine dhe më pas fërkoni me pastë duke përdorur një furçë dhëmbësh. E lini pastën në dhëmbë për jo më shumë se 1 minutë. Gjithashtu, më pas i shplani me ujë të bollshëm për të shmangur kështu edhe ndonjë potencial të aciditetit të smaltit të dhëmbëve. Nëse përdorni ujë në vend të lëngut të limonit, pastën mund ta mbani deri në 3 minuta. Kjo pastë mund të përdoret 1 herë ose 2 herë në javë. Përveç aplikimeve të pastës zbardhuese, sigurohuni që të lani dhëmbët tuaj të paktën 2 herë në ditë. Këshillohet të shmangni duhanin, kafeinën dhe pijet e gazuara. Për të mbajtur dhëmbët tuaj të mbrojtur nga zverdhja, qëndroni larg nga pijet me kafeinë dhe sheqerna të shtuar, pasi siç e dini mund të shkaktojnë një ndryshim rrënjësor të shëndetit tuaj dentar. Sigurohuni të tregohuni të kujdesshëm edhe me konsultat me mjekun tuaj. Gjithashtu, nëse pijet e mësipërme janë të preferuarat tuaja, atëherë i përdorni pipat për të kufizuar kontaktin e drejt për së drejti me dhëmbët tuaj, për të mbrojtur kështu më mirë shëndetin dentar. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.